taksat e tua Mirela, se zakonisht për taksat flasin ata që në fakt nuk paguajnë taksa, po taksat e tua janë kudo ku mund të hedhësh syt. Taksat e tua janë në pagat e rritura të shqiptarëve. Sot paga mesatare në sektorin publik bazuar në të dhënat e Instatit për në fund vitit 2024 është 1.000 euro, Mirela, në sektorin publik. Është një rritje shumë domethënëse. Në paga dhe brenda kësaj pagas mesatare 1.000 euro janë pagat e mësuesve, janë pagat e mjekëve, janë pagat e infermierëve, janë pagat e punojësve të policisë, janë pagat e ushtarakëve, janë pagat e punojësve të administratës e kështu me radhë. Taksat janë në të gjitha investimet që kemi bërë. Taksat janë në 53 spitale të reja, të rindërtuara nga themeli ose 10 prej tyre të bërë nga e para që nuk ekzistonin. Taksat janë në 430 shkolla të reja, të rindërtuara krejt nga e para ose që nuk ekzistonin. Taksat janë në 400 e kusur qendra shëndetësore dhe ambulanca të rindërtuara komplet nga e para ose që nuk ekzistonin. Ka plot akoma që mund të them, por besoj që taksat janë, po t'i hedhësh një vështrim Shqipërisë në trupin e një Shqipërie që sot mirëpret 12 milion turistë në vit. Dhe që vinë pikërisht sepse kanë ku shkojnë. Dhe që vinë pikërisht se kanë ku dalin edhe në fotografi në çdo qytet të Shqipërisë, ndërkohë që deri dies bëje dot një fotografi në një qytet të Shqipërisë se ishte tmerr. Dhe këtë nuk e kam timen, e kam të thënë nga një gazetare e huaj që e pa vizituar Shqipërinë dikur kur unë isha ministër, edhe më tha më vjen shumë keq, po për të bërë fotografi këtu, tha duhet ta mbash objektivin e aparatit vetëm nga malet dhe nga deti, se po e ule poshtë në nivelin e syrit, dukesh sikur janë ferr. Këtu janë taksat.